Gjatë një bisede, Danja e pyeti Gjestin se çfarë ndjeu ai kur u rikthye Egli në shtëpinë e Big Brother VIP. Kam qenë i emocionuar. Nuk e prisja. Më kujtohej si e lash dhe i hapja sytë si është tani. Nuk më vjen mirë për gjërat që kanë ndodhur. Kjo nuk më lë të flas. Ti do të ma luash mua shefen, unë ta luaj shefen. Ose do bëhemi të dy shefa, ose të dy nuba, tha Gjesti. Egli i hyn të thellave, flet shumë. I merr gjërat siç do vetë. Nuk kam qejf të më pengoj. Edhe ujë po të pish tepër të bën dëm. Nuk përshtatem me të. Nuk më pëlqejnë këto gjërat dhe më kanë larguar. Është e vërtet që e kam puthur, kam nisur të kem edhe tërheqje fizike, kam fjetur, kam qeshur shumë, kemi folur edhe gjëra pa lidhje. I hym pak thellë, por nuk kisha diçka më shumë. Nuk pata mendim që mund ta merrja për grua, të kisha fëmijë. Xhelozi nuk kisha kur e shija me ndonjë djalë. Unë jam xheloz, por nuk i kam patur këto simptoma kur, tha ai më tej gjatë bisedës me Danjën.